kush janë territoret e tij më të afërta, janë vende fqinje me Amerikën, cilat sipas tij dhe atyre që e mbështesin ose e këshillojnë përbëjnë rrezik që Amerikën ta dobësojnë në rast se do të ruhen të njëjtat marrëdhënie. Fut këtu dhe marrëdhëniet me Europën. Pra, Ripakt Europa pasi për herë të parë sot, ndërkohë që deri dje Macroni reagonte me rezerva, Keir Starmer i thotë ja do pyesi çik dhe aleatët, do pyesi dhe Trumpin para se të flasë etj. Sot të gjithë këta kanë reaguar shumë fort në Këshillin e Sigurimit sidomos. Jo, për çështjen e Groenlandës. Po pra. Sot Europa ka qenë alarmuar në fakt për çështjen e Groenlandës. E kam ndjekur me vëmendje domethënë mediat europiane. Starmer ndryshoi qendrimin. Macron shumë ashpër. Po vetë kryeministria daneze, domethënë, patjetër direkt. Po dhe pothuajse të gjithë shtetet e fuqishme të Europës. Dhe Trump që thotë po na duhet Groenlanda. Po, ai thotë na duhet Groenlanda, po ka një gjë që po dëgjoj analistët francezë, madje edhe një general të NATO-s, i cili tha që në çështjet e sigurisë lidhur me Groenlandën, Trumpi duket sikur ka drejt, sepse edhe gjeografikisht Groenlanda është shumë afër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Interesi për Groenlandën për Amerikën, zotërinjtë janë të fushës, duhet ta dinë më mirë, ka lindur direkt pas Alaskës, pas marrjes së Alaskës, pra është diskutuar her pas here. Madje edhe Pra po kthehemi 2 shekuj pas. Po pra, gjithmonë sepse thash që nëse do të shikosh si do ndërtohet e ardhmja, substrati gjendet tek e shkuara. Prandaj dhe Trump sot mbështetet shumë tek, është i detyruar, domethënë të mbështetet tek doktrina Monroe, sepse është një doktrinë e gatshme, e kuptueshme dhe e përputhshme me situatën në cilën ndjehen Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me të tjera. Megjithatë, edhe mbylla, duket sikur kemi një kompromis midis Amerika sikur e ka pranuar real politikën ose real geopolitikën, ku nga njëra anë vetë është bërë pjesë e lojës që gjeti. Do me thënë, në rast se interesat e Rusisë ishin që ajo të zotronte rajonin e vetë, Kina po ashtu rajonin ku ishte futur tashmë, duke futur dhe Afrikën, por edhe ekspansionin në Amerikën Latine, Shtetet Bashkuara të Amerikës duan dhe ato të krijojnë atë që le të themi polin e vetë rajonal, duke marrë, siç e thatë ju në fillim të editorialit, gjithë pjesën e Amerikës Latine dhe gjithçka tjetër që është fqinje me të, por që ka të bëjë me interes. Tani vim tek ajo për ne evropianët, me që folet për Evropën. Jo, duke vazhduar këtë që thatë ju. A jemi të interesuar apo jo? Po, jo, që thatë ju. Ajo që thotë Beko praktikisht do të thotë, Amerika thotë, unë kam territorin tim, të influencës. Pra të dy kontinentet, Amerikën e Veriut dhe Amerikën e Jugut. Rusia të vënë? Rusia dhe këtu duket qartë në negociatat me Ukrainën. Duket qartë që Trump dhe administrata e tij po e thonë Rusisë, "Okej, ti ke territori yt i influencës." Deri diku, po të shikojmë nëse kjo do ndodhet me Kinën dhe me Tajvanin. Presidenti kinez e deklaroi para 2 ditësh ky dëshbite që ne do marrim Tajvanin. Pra në këtë moment duket sikur 3 fuqitë e mëdha që janë sot në Europë, në botë. Amerika, Kina dhe Rusia, them fuqi kryesisht ekonomike për të ushtarake, secili po merret me territoret e veta. Këtu pastaj zbuluar dalin evropian. Dhe i humbur i madh del Europa. Europa Groenlandën e kishte dhe nuk e shfrytëzon dot, sepse s'ka kapacitet. Sidomos dhe humbja zyrtarizohet në rast se ndodh diçka me Groenland. Nëse shohim Se nuk e imagjinoj dot që të futet Trump me ushtrinë amerikane në Groenland. Çfarë do bëjë ushtria daneze? Danimarka është vendi antar i Bashkimit Evropian dhe antar i NATO-s. Dhe NATO, kontributor nga pikpamja. Aty mbaron NATO pastaj, më fal Skënder. Aty mbaron NATO. Më korrigjo. Në moment se ata ndryjnë, NATO mbaron. Nga pikpamja për frym, Danimarka është kontributora kryesore në ushtar në të gjitha misionet ndërkombëtare të NATO-s kryesuara nga Shtetet e Bashkuara. Nga Afganistani. Dhe nga numri i viktimave për frym kanë përshtypjen që është nga më të lartat. Nga ushtarët e humbur në konfliktet që janë hapur në botë, themi nën flamurën amerikane. Pra, le të themi këtu pastaj Sokol, e gjitha kjo këtu jemi në territor që as doktrina Monroe nuk e parashikonte dot. Sipas mendimit tim, Sokol, e gjitha kjo është një proces i ngadalt, por i pandalur, i daljes Amerikës nga rendi botror, i institucioneve. Pra, këtu nga rendi botror vetëm Europa duket që po del Skënder. Më fal. Amerika, Rusia, Kina del pa dashje që do të dalë, nuk e di. Ja, ta shohim. Do të thënë, ka dalë nga traktati i klimës që është më i parëndësishmi. Për t'i marrë angazhimet, po them, si grup, pra si komunitet botror.
Sa herë që pyetet për artikullin 5 NATO sot, let me see. Do të thot, ta shohim. Ajo nuk është Varet nga rast. me ta shohim. Ajo është automatik. Ajo ose është ose s'është. Do me thënë, është një refleks automatik nëse sulmohet një vend i NATO-s dhe të tjerët. OKB-n e ka kthyer, e gjithë administrata e këtij e ka tërhequr dhe fondet. në objekt tallje, ka tërhequr fondet. Pra, Amerika po tërhiqet gradualisht sipas politikës së saj të jashtme. Një vendimarrje, domethënë, e mirë menduar, jo për shkak të kësaj mbyllje nacionalizmit ekonomik, sferat e influencës. Po pse po tërhiqet? Kjo është pyetja. Pse po tërhiqet? A mund të thënë se ndoshta Po kjo ja me dirë, një sekond. një lloj pengese. A mund ta mbaroj E shikon Europën si Po bazë. tërhiqet, lutem, po tërhiqet, por duket sikur po tërhiqet dhe po tërhiqet në mënyrë selektive. Ky vit ishte i pari vit me sa unë mbaj mend, qofse të më korrigjojnë kolegët, që buxheti amerikan ushtarak preku 900 miliardët. Gati 1 trilion. Amerika ka mbi 700 baza ushtarake që vazhdon t'i mbaj në të gjithë botën. Kina në mënyrë shumë të debatueshme i ka apo si ka 4. Po, ka një 700 portin që të botën, për cilave, më falë, se dy varet si e ushtron influencë. Një sekond, lutem, aktivitet ekonomik mund të bëjnë të gjithë. Dhe aktiviteti, më falë, aktiviteti, më mirë. Problemi aty është aktivitetin ekonomik, mirë, lutem. Tarifat e vendos Kina të Të këpusin. lutem, aktivitetin ekonomik e lufton me nëndecet me arplanbajtëse, si i bie, domethënë tani. Kështu i bie. A mirë, rregull, qofse është kjo, unë di që Kështu po i portet, lutem, unë di që portet dhe rrugët janë infrastruktura paqeje. Qofse janë ndryshe pastaj. Do paguash aty. Këtu vim, kalosh. urdhro? Pagoni që të kaloni. Po, you have to pay for it. Të lutem. Ty po të thotë qeveria Aty ku paguan shumë. Masi paguan një rrugët me taksa, po të thotë po të vë dhe traun pak tani. Të lutem. Të lutem. Ja, atëherë një sekond, se kemi, vetëm se kemi një lajm fundit. Kemi një lajm fundit që po ndodh tani, një breaking news. Danimarka thotë, nëse Shtetet e Bashkuara do sulmojnë, pra e quajnë ata do sulmojnë Groenlandën, kjo do të thotë fundi i NATO-s. Ndoshta kjo mund të jetë qëllimi. Mund të jetë ky qëllimi, që sulmon Groenlandën për të prish NATO-n. Ndoshta në Groenlandë mund futet dhe me negocime. Sinjalet e para janë dhënë me kohë për ato që është Jo, po kjo është pra e rëndësisë NATO-s. Danimarka e thotë, paktën për Europën. Danimarka thotë, nëse do, atëherë s'ka më NATO sepse po, që pse na mbyll. Juridikisht, nëse ne do të vëmë, politikisht. shkurtimisht, nëse ne do të vëmë një listë fjalësh simbol se për ta kualifikuar atë që ka ndodhur me Venezuelën këto orë, ku futet droga, ku futet Maduro, ku futet nafta, ku futen gjitha, unë do të zgjidhja personalisht, me aq sa unë shoh dhe dëgjoj dhe kuptoj, do të vendosja fjalën Kinë. Në qoftë se ne ndodhemi sot përballë kësaj sjellje të Amerikës, kjo vjen sepse në punët botërore është futur tashmë një aktor tjetër i madh global që kërkon hapësirën e tij dhe fuqia tjetër e vetme për 35-40 vite e lën vetëm në krye të botës pas rënies Bashkimit Sovjetik, ndjehet keq dhe po reklamon dhe ajo territoret e saj. që ka vetëm një sekondë. Sepse Kina aktualisht Se do të tasmë dhe për Madurën, mos ta lëmë Madurën për premje. Kina aktualisht ka përveç marrëdhënies me Venezuelën, ka marrëdhënie të jashtëzakonshme me Brazilin. Po blen të gjithë sojën e Brazilit dhe të Argjentinës pasi la tregun amerikan të sojës dhe drithra